Met, tashti e keti rallën. Kujdes. Jepi forca. Gati dy tjerët? Nisuni! A u lodhën në pak të i vrapu? Jo ta. Thoj drejten, po apo jo? Ba me ta than drejt jam lodh pak sa. Pa një s'ka gajle. Ti shpejto se ta povonona, maron qitja. Jo, kena ko. Tat, o tat. Ha? A përimën dhe më malon edhe mu pushken me qitë sëta? Thash njerë se po. Anin tat. Dunja tjeta ju i burra. Nove sot Beram. Ashtu është shoku, kapiten. Po ja prita metin. I kishe premtu që të qesi edhe i sot për herë të parë. Atë zavën. Shkon men. Gati për qitje. Arm, bush! Arm, zbras! Preng, o preng! Na trego rezultatin. I pari 2-8-10. I dyti 1-7-2-9. I treti 30. Nuk ashtë pushka që i ka 10, Moremet, por syni e dora Ram Sokolit.
Njeva që po shtishit dhe ktheva me ju po. Bane mirë aq, se sot do të qesë dhonë për herë të parë. Tu ba djali për pushka rëm Sokoli. Po, aq mu ba. Mos u ngut biro. Vetë Sokoli, Këtu, bëu gati për qiti. Gati për qiti. Arm, bush! Për ty met kemi vënët gurin atje. Ate do të godisish. pse jo tabelen shuku kapiten? Jo, jo tabelen. Ate do të godisish njerë tjetër. Sot do të qëllosh gurin. Se që e shaq? Unë me të vërtet gurin se preka, po veste tu a i bajt cop-cop. Ashtu? Na, provojemet. Po e qëllove të qoftë pale gjithë shporta. Arremet. Provoj edhe një hermet. Tash me jep mu, e shkove në vezën atje ku ashtë rasa. Na merre. Për të mësu me shtim e pushk, unë kam hargju ma te për vese ke angër ti qysh se ke le. E prapë s'thamë se di me shtim mirë, kurse ti... Shok pushkatar për sot i dham fund. Miru pafshim radhës tjetër. Një tjeda ju i burra. Ram, pritëm pak. Ditë një mirë. Ram, si shkoni me punë të kooperativës? Mjaft mirë. Si vjetë e siguru me dhe buken vetë. I thuj kryetarit në qoftë se keni ndoj punë ne këtu na keni. Falë në nërës. Pse i ke varë veshët met? Nuk e shkollaj të bansh pushkatarë. Po, me mësime si shkoni?
Mirë, mësoj sa mune. Mos ju ndaj libra. O, kë nuk ndahet nga librat as kur shkon me dhën. Ram, shokët e partisë në rreth më porositin që të kesh ma tepër kujdes. Armiku e di se i pushkatari zoti prandaj kanë halë në sy. Faleminderit shokëve të partisë. Do të kem kujdes shokën tënë. Atëhere, ty e tjeta e miru pafsh. Të nga tjeta. Met, ty e tjeta. Tjeta më. Mirë. Të nga tjeta. Mirë pafsh. Met, o Met! Erdha, Petrit, erdha. Mirëmjes, Petrit. Mirëmjes. A i ke ba detyrat arithmetikës? Po, Sa të ka dalë fundi? 7. Po ti, që ke këshu? Asgja, asgja. Met, ti ishi din qiti, e? E lumë si ti. E çfarë lumit, mor Petrit? Unë di Torpnova. E si dash këti, që merë të parë bashkë qitës? Jo, mor Petrit, nuk ashtë puna aty. Po unë isha stërvita atë shpesh me atë pushkin shpi, sa më nojshë kur vinte dita me shtimet e, me siguri do t'i bisha shenjit. Mirë po më prishi pun fryma. Se kur të rritë që kam zën merja frym dhe pushka lunte. Po pse? Nuk e di që ti që nuk duhet me marë fryma? E dishe, mor Petrit, e dishe, por nuk mu ishe me majt prej zorit. Mo duk të pushka si top. Shifti pushkatarin më të mirë të fshatit tonë. Ja, Floqi. Ikse, po t'kapa? Met, o Met, difto, kuj qova ato vetë që i thyve me pushk? A i përgove? Po tash, Ç'bën ashtu Met? po vetëm nga umë shushe për punën e qitjes. Po ti mos u amer për të keq se këta bëjnë shaka. Edhe për punën e qitjes, mos u mërzit. Asnjëri s'ka lind pushkatar. Ki durim, stërvitu dhe patjetër që do të qellash në shenjë. Qaj. Vadi. Jep. Prit me të prit se nësë është plëcu numri i vedhe. Aq shtrim nesh, po ti sa shpejt u treme? Shegu ndeshta me lujt. Kujtova se ti po më një zanin e po më gjuhë me plisa. Po ti o Met din loj zanesh, e si mundesh o Met njoft? Ku të shkoj nërmen me bakët loj? Sa më trambe. Na sheg. Pi pak vall. Nuk më pijet, jo.
A di sheg, sot t'i qojmë tufat nga lugina apo shkatarve. Pran pylli gjarpni. Atje ka shumë barë. Unë kam kënë shpesh i ranaj me tatën me baqitje. A, mi aftojnove tash. He, si thua, shkojmë? Mirë, shkojmë. E, voglusha. E, nga po I qoni delet sot? Te lugina po shkatarve ta. Po ti ka jetu I shku. Nalë testonit e kooperativës. Shiko, mos u vononi shumë, Kështu shege pësoj balozi I zi nga Gjergjele Zalia. Sa mirë ja bani. Mësusja na thot se kësi baloza zvinë përsëri tek ne, por ato quhen diversanta. Atë kujtohet, 2 prej tyne I zunë para disa kosh. Po unë ata I pash, nuk ishin të zi. Ti nuk I paske pa mirë. Ata ishin korp zi, edhe zemrën e kishin zez. Met, që ju shiko? Nuk I di se po tremel dent. S'ka gja jo. Do t'ket flutur në I shpana janë 3. Duket se kaloi ora, duhet me mbledh dent. Jo, ka dhe pa kohë. Jo, u bavon, mu tash po m'flasin të shpia. Mirë, ti shko m'lidh këtu, nërson po shkojmë me dhe ato që janë rënë shpyllit. It's one. It's Bardush. Shega I mlodhë gjithën. Po me ti mlodha, pse pyet? Po sikur nuk po e shoh syken. Syka nuk ka qenë nga krau jem. Ashtu? Në kjo sheg, ti kalo për para me tufën, nërsa anë po nale me shikoj për syken.
Syk! Behe! Syk! Behe! Nga ky djalë mund të mësojmë nëjsen. Bum! Oh. Syka. Syk! Be! Mundet. Shkojmë. Are me në lene. Hej, Quni! Quni! Oh, Agja! Hajde, hajde këtu. Mua më ka hup syka. Tia nuk e ke parë? Tata ka me më rah mu. Na jeti, morqën. Hajde shkojmë ta gjejmë. Ne jemi gjeolog, kemi punë. Ti shroj me shku në post për kemi ngatruar rrugën. A din ti me na diftu, he? Te posta, baba ka kënë te pazari edhe ka marrë letër prej postet. Daja ka me mbleo pinga treja. Ha ha, ha sa të bukra. Syka. Oh, syka. A i njef shok të kufinit.
Tringen, kolën edhe zefin si duhiq. Ata më qeshin për gjithë ditë. Në ajtë rëllë ka si mund të mësojmë gjë. Ashtë e kohë të masim kohën. Ma mirë ta nisim marifet. A i kujtëm se na i na gjeolog. Po si kur të mos jetë budalajt na ketë një orë. Mos u ban frikacak e mos folë marrina. Edhe artist ishte nuk të talote pjesën anë që bukur. Unë do të provoj edhe njerë. Mirë. Quni! O, Quni! Pëlqen kjo thika? Sa e bukur është. Merre. Syken ti me qanë ujku. Hajde ta gjejmë. Ti e vret ujkun. Zep, hajde të shkojmë. Sy! Zep, Be! hajde të shkojmë se kena shumë rrugë deri te stanet. Sy! Jallë stanet. Aty do të gjejmë ujë dhe ushqim. Është punë me rrezik kjo. Mos ki frikë. Vetëm një bari qenka. Mjafton një nga ata vërdhushkat dhe ai na jep gjithë shka që na duhet. Shoku kapiten, diversantët janë të stanet. Sa ishin? 3. Veli, Urdhër shoku kapiten. zbashkët me skuadrën e dytë të zënë shtegun e shkëmbeve. Si urdhër shoku kapiten. Skuadra 2, pas meje. Skuadra parë pas Met. Met, ti do qëndrosh këtu. Detyrën tënde e kreve. Tata.
Andon, në ishtë një tjërë. Avni! Urdhoni, shokatem. Viuni në ndjekje. Si urdhoni? Tot! Tot! Si e tot? Mos u ban marakmet. Nuk kam gjë ajo. Shikoni shok. Se nga do që të shkojnë ata, nga shtegu i shkamive do të mundohen me ikë. Do të qëroj shpejt, tata. Mos e mërzit, birë. Shpejt do të kthehet. Mirë më ngjes nuse. Nadia mirë, zot. Nadia mirë, se keni një shok. Hajde, urnoni më rand. Faleminderit nuse, nuk kemi kohë me nej, po erdhëm që t'ju shohim si jeni, e t'u themi se Rama është mjaft mirë, e u qon të fala. Mjekët na thanë se është jashtë rreziku. Ju falna nërë shumë. Gjithë na jeni bën vend vllaut. Po Meti, ku është? Apo i bën pak zon, zot? Po si? O Met! Urnonon. Hajde se ka ardhur kapiten Antoni e bardhi me na taku. Meti do të gëzohet shumë qartë me na pa. Aje si jeme të sokoli? Si je? A je mirë? Aje burri fort. Si jeme? Apo lodhe? A je të umërzit? Ashtu, po urnoni më rand. Nuk kemi kohë me nej, po erdha me dhënë i lajm gëzushëm. He, Tata është nëse mirë, e çon fjalë që të kujdesesh për pushkën e të mësosh mirë. e ma, I thuj Metit, tash që nuk jam unë të shtëpia ta vajos mirë pushkën. ata bita shohesh. Jo, nuk është nevoja. Shoku kapiten, i falemnderit partisë e ju gjithëve për kujdesin që tregoni për Ramën edhe për ne. E po, ma e dorën. Kur e keni la medal nga ne? Së shpejti që ku kapiten. Atëherë miru pafshim. Miru pafshim dhe ju falemnderit për lajmin e mirë. Ditën e mirë e shëndet. Miropafshim, Met. Ullamar.
Shohim kush do fitoj sot nga ju. Si duket Meti? A ka menin të plagosje Rams? Munoni ta mbani sa më afër. Fëmijëve u shëron shpejt plagët. Është e vërtet, por ato lejnë gjurmë karakterin e tyre. Disa nga ato bën që fëmijët rriten para kohë. Dytë parët, Barkas, për kalimin e rretikullatit para! Besoj e moret vesh sua punoj diversante. Po. Akoma nuk po kuptoj si mundi ta luj kaq bukur. Paleq ka qenë kur diversanti e mori vesh se Meti nuk është as pak budalla. Gati sa s'plasi nga marazi. Fëmijët e kanë gjithmonë më të lehtë të imitojnë. Ndoshta. Ashtu duhet jetë. Ati I pëlqen shumë që të shkojnë në shkollën Skënderbeg. Unë mendoj që t'ja u themi këtë shokëve. Shumë mirë e keni menduar. Erdhe more birë? Po, nën. Hajde të ham drejt. Si e kalove sot? Bam servitje me kufitart. Skuadra jon doli e para. Po dhënd, kur po I nxjerr? Tash mas dite. Shket në olvo. Ti rri këtu. Unë po dale shof njëherë. Shikoni shok. Se nga do që I shkojnë ata. Nga shtegu I shkamive do të mundohen me ikë. Gjok! Urdo! Qa ka ndodhë? Kanë hynja 2 vetë këne kufinit. Met, ku je marë birë? Hajde, dil, mos luj me mu. Pas ka marë pushkën. Met! O, Met! Ku je marë, Met?
shkoj meti, mori pushkën e Rams, një u krizmat edhe iku. E ka shkoj? Nuk e pash, isha mas shpije. Po ka jo ka majt atëherë. Ma mërmenja të ketë shku nga shtegu i shkamive. Gjergj, ju kanoni për pare se të shpoj u mërinj. Mos u mërzit, nuk e gjenë gjon, po shkoj unë e të kërkoj. Me duket se na kanë rrethuar. Nuk besoj. Ne nga shtegu shkëmeve rruga duhet jetë e lirë. O burra, shpejt japim kamve. Kujdes shok, të mundojmë t'i kapim të gjallë. Po ti qëdër ishin deshe këtu? Prit që ata. Ata nuk ishin ka të shkojshin. Edhe kënej rruga ishte e zanë. Po na njekin. Brokrat! Des, unë pa i gjandej. Dërzoni, jeni të rëthuar. S'keni ka jamani.
Dërzu! Duart lart! Erdi! Po ti? Ashtu si gjithë, shoku kapiten. Tata më ka thënë se nga do që qkojnë ata, nga shtegu i shkembejve do të mënohen me ikë. Për aktivitetin e tij të vazhdueshëm në asgjësimin e armiqve të popullit dhe veçanërisht për trimërinë e treguar në aksionin e kapjes të një grupi diversantësh, Presidiumi i Kuvendit Popullor dekoron pionerin Mehmet Ram Sokoli me medaljen e trimërisë. Pioneri Mehmet Sokoli. Të lumtëm, si burrat e ke vërë. Shoko kolonel, i thoni partisë Xhaxhi Enverit se ne pionerët e Malësisë, ashtu si gjithë pionerët e vendit tonë, për qeshjen e partisë të popullit, jemi gjithmonë gati. Shok pioner, në luftë për çështjen e partisë dhe të popullit jeni gati.